përdorin dieta shumë strikte. Do të thënë zgjedhin dieta që ka një numër shumë të ulët kalorish ose dieta me konsumimin vetëm të një produkti të caktuar. Këto në fazën e parë mund të duken shumë efektive sepse pacienti për një periudhë shumë të shkurtër mund të humbasë shumë kilogram, por janë shumë të vështira për të arritur mbajtjen e peshës afatgjatë, që siç e thash, është faza dhe më e vështirë. Së dyti fokusohen shumë tek numrat, le të themi, dhe mundet që ta humbasin pak atë motivimin. Tashmë dihet që dhe një humbje shumë lehtë, modeste, qoftë edhe 5 apo 10% e peshës, ka efekte shumë të mira metabolike. Domethënë nuk duhet parë thjesht si një numër, por dhe efektet shumë pozitive që kjo rënje edhe modeste në peshë mund t'i japi organizmit. Pra mund të bie dhe amosja e mëlçisë, mund të përmirësohen yndyrnat, mund të përmirësohet sensitiviteti i trupit ndaj insulinës, mund të bjerë tensioni arterial, mund të ulen gjithë rrisjet kardiovaskulare në tërësi. Së treti, pacientët humbasin shumë shpejt motivimin. Përpiqen për një periudhë të shkurtër dhe ju duket sikur kjo nuk është mjaftueshëm efektive dhe pastaj e ndërpresin.